Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Falenderimet I takojnë të madhit Zot, krijuesit të botrave. Salavatet qofshin pejgamberin ton Muhammed Mustafan sallallahu alaihi wasallam, mbi familjen e tij, mbi shokët e tij dhe mbi gjithë besimtarët të cilët e ndjekin në rrugën e tij deri në ditën e Kiametit. Ju përshëndes gjithëve përshëndetjen islame, përshëndetjen e paqes. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Paqja, mëshira, begatit, mirësit e Zotit qofshin mbi ju. Thot Allahu Jelle Shanuhu. Bismillahirrahmanirrahim. Ya eyyuhalladhina amanu kutiba alaykumus siyam kama kutiba alal ladhina min qablikum la'allakum tattaqun. Sadaqallahu al-azim. O ju që e besuat Allahun Jelle Shanuhu, ju ka bërë obligim apo borxh agjerimi I muajit Ramazanit, siç e kishin obligim edhe popujt e më pashëm para jush, dhe me anë të agjerimit të përfitoni gradën e devotshmërisë, një gradë shumë e madhe të Allahu Jelle Shanuhu. Me një fjalë, tema e kësaj ligjërate, këshille shumë të shkurtër, është se në cilin grup I takon të agjeruesve. Dietarët islam thonë se në qoftë se besimtari don me arrit gradën e devotshmërisë, do qëllimi I agjerimit është me arrit gradën e devotshmërisë. E devotshmëria është ajo çka neve si besimtar e jep frytin e vet. Fryti cili është? Fryti I devotshmërisë është largimi apo friga që besimtari e agjeron Ramazanin, po edhe gjithmonë ka frikë që a thuj ju ka pranu apo si ka pranu. Normalisht çdo kush prej neve, prej besimtarve, kur e bëjmë atë vepër, kur e bëjmë agjerimin, kemi dëshira jonë më e madhe dhe lutjet tona më të mëdha janë që neve të na pranojë Allahu Jelle Shanu agjerimin e muajit Ramazanit. Mirë po, çdo kush le ta bën një analizë dhe ta llogaritë vetveten e vet, ti llogaritë ibadetet e veta, ti llogaritë edhe agjerimin e vet. A thu si e bën agjerimin? Çfarë niyeti bën? Niyeti është shumë një kusht apo element që ndikon shumë në zemrën e besimtarit. Pra ne agjerimin normal, po jo vetëm se agjerimin, po çdo ibadet që bëjmë, ne e bëjmë vetëm se për Allahun Jelle Shanuhu. Nëse nuk bëhet për Zotin, ai adhurim përgjithësi është I papranuar te Allahu Jelle Shanuhu. Dietarët ndajnë agjerimin në 3 grupe. Grupa e parë është që I ka besimtar agjerojnë, mirë po vetëm se barku I tyre agjeron. Vetëm se barku, çka do me thënë kjo? Do me thënë rrin I uritur, rrin I etur, mirë po vetëm se fizikisht agjeron, mirë po gjymtyrët tjera nuk agjerojnë. Çka do të thotë kjo? Agjeron barku, po gjuhën nuk e ndal, nga shpifjet, nga rrenat, nga përgojimet, edhe gjitha kjo është ajo çka e ul nivelin e agjerimit, e ul sevapin e agjerimit. Do të thënë, borxhin e ka kry ky besimtar, ka agjeru, vetëm se me bark, ka ndejt mirë po gjymtyrët e tij nuk kanë agjeru. Për çfarë edhe vetë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam thot kush nuk hek dorë prej rrenës, gënjestrës, mashtrimeve, Allahu Gjeleshan nuk ka nevojë për agjerimin e tij. Kjo është ai grupa e parë e agjeruesve që është niveli më I ulët I agjerimit. Dhash Zoti që mos jemi prej këtyre besimtarëve që e kanë binë atë nivelin më të ulët të agjerimit. Grupi I dytë është ato që agjerojnë, përveç se barku që agjeron, mirë po edhe me trup agjerojnë. Domthonë edhe çdo gjymtyr e trupit agjeron, sikurse syt, sikurse vesht, sikurse duart, sikurse këmbët, me një farë mënyre, do të thonë që agjeron ashtu siç e ka porositur Zoti dhe siç ka agjeruar pejgamberi sallallahu alaihi wasallam.
Kjo është agjerim më i lëvdruar, më i pranuar te Allahu, agjerimi më i mirë te Allahu xhaleshanu. Po kemi edhe agjerimin e grupës së tretë, vëllezër dhe motra. Agjerimi i grupës së tretë është që përveç se agjeron me trup, përveç se agjeron me gjymtyrët e trupit, me barkun e tij, ai besimtar agjeron edhe me zemrën e tij. Me zemrën e tij, çka do të thotë kjo? Që ai agjeron, nuk han, nuk pin, barku i tij agjeron, gjymtyrët e tij agjerojnë, mirë po edhe zemra e tij është e pastër se me zemër e agjeron muajin e Ramazanit. Kjo është agjerim më i pranuar. Po plus saj, agjerimi i grupës tretë është që as nuk mendon keq me i bë dikujt. Agjerim më i mirë, më i lavdëruar ky është Allahu xhaleshanu. Në jetën e ka agjeruesi që agjeron në këtë mënyrë, në këtë formë, muajin e Ramazanit, e ka gjithmonë mendjen e tij se agjerimi bëhet vetëm se për Allahun xhaleshanu, sepse kështu në hadithin kudsi, që është kuptimi prej Zotit, fjalët i rindit pejgamberit sallallahu alaihi wasallam ku thot agjerimi, çdo vepër e njeriu, çdo vepër e besimtarit llogaritet te Allahu xhaleshanu. Mirë po ka disa vepra, disa adhurime që nuk mund me e bo llogari as kalkulatori. E kush janë këto? Për shembull kemi sabrin. Jemi në muajin e Ramazanit. Agjerimi është një prej ato ibadeteve që Zoti ka thonë, agjerimi është për mua. Dhe atë çka e bën, atë agjerim për mua, vetëm se unë mundem ta shpërblej robin tem. Agjerimi dallohet nga gjitha ibadetet tjera. Ti mund me fal namazin me qenë formalitet, Zoti mos thasht. Mund me dhënë zeqatin me qenë formalitet për besimtarin. Mirë po, agjerimi është një adhurim specifik, i veçantë që për agjerimin e din vetëm se ti edhe Allahu xhaleshanu. Dhash Zoti që t'jemi prej grupës tretë, po mos prej grupës tretë, prej grupës dytë, të cilët e bëjnë agjerimin ashtu siç ka porosit pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, dhe të përfitojmë gjitha ato shpërblime që Allahu xhaleshanu i ka rezervuar për besimtarët apo agjeruesit e vet. Zoti na bëft kabul gjitha duat, lutjet, ibadetet, dhe në fund ju përshëndes gjithashtu me përshëndetjen e paqes. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Paqja, mëshira, begatit, mirësit e Zotit qofshin mbi ju.